Diciamo, se u duk kjo situata Brikena Mateo mbrëm. Shiko, unë e mbështes Brikenën deri diku, deri në momentin unë kam qenë shumë afër me Brikenën, kemi fjetur bashk në Big Brother edhe biles kishte situata që edhe vinte dhe më fërkonte për treguar atë dashurinë, ka qenë shumë e mirë edhe kur dola pash këtë situatën edhe shumë njerëz më kanë thënë fakt që jo, nuk është ashtu siç bën, siç e tregon veten, pra është një vajzë dhe në fakt edhe ditët e fundit po shohim disa foto që domethënë lajme që qarkullojnë gjithkohës për një lloj tjetër personazhi të Brikenës. Tani nuk e di se kush nga këto të dyja është e vërtetë. Ndodh dhe kjo që në një moshë tjetër je pak duke fluturuar. Edhe ndodh që zbret me këmbë në tokë edhe bëhesh po, shiko, unë jam e kësaj pjese. Nuk kam dëshirë që gjërat që sidomos mentaliteti shqiptar, e sidomos në Big Brother, ti m'shosh. Pra, flasim për pjesën që ajo është shprehur mos gabojë, nëse e citoj mirë që jam e virgjër, unë mendoj se kjo gjë nuk ka thënë s'kam pas kur lidhja. Okay, atëre gaboj, po. Nuk e di pse më kanë thënë kështu, po domethënë se ju në fakt nuk e keni parë klipet, se keni qenë jo, nuk e kam parë të drejtën, po llafe siç thash, domethënë kam dëgjuar interpretuar, po ajo literalisht tha që nuk ka pasur kur lidhje. Dhe kjo mund të ketë qenë dhe një lloj grepi i Brikenës, ë? Patjetër që po, dhe unë këtë mendoj, po unë them pse do ti më shosh një lloj gjëje, pra unë e shoh shumë në siklet Brikenën, nuk ka asnjë lloj gjëje, jemi në 2026-ën, nuk ka, domethënë dihet që je i lirë të njohësh. Fakti që Mateo ishte më i votuar i publikut mbrëm, si gati ishte edhe një lloj si i preferuar, se këtë donin të shpëtoni dhe më shumë i shpëtuar ishte Mateo. Do të ndryshoj qasjen e Brikenës ndaj tij? Unë e shikoj shumë inteligjente Brikenën, të them të drejtën. Në të histori Mateo po fiton dhe unë po humb. Patjetër që po. Unë jam shprehur në një intervistë që isha ftuar për të dy dhe thash që ka bërë një lëvizje shumë të zgjuar, pra mendoj se Brikena ka ditur ku të godas. Pra, ka patur një marrëdhënie me Mateon, pra është përfolur gjithkohës me Mateon dhe ka thënë, shiko, ta shoh si shkon Mateo, pra çfarë është në këtë lojë Mateo, a ka bazament Mateo këtu në shtëpi nga publiku dhe mendoj se e ka testuar. Nëse do t'i shpëtoj këtij nominimi, do më favorizoj dhe mua dhe do di të vazhdoj edhe lojën. Patjetër që po, dhe mendoj se do kthehet komplet ndryshe si situatë, kështu mendoj se vetëm e ka testuar. Po nëse do dilte në fund ditës më mirë për Brikenën, pra edhe nëse do dilte do ishte mirë për Brikenën, po edhe nëse nuk do dilte do arrin të kuptonte diçka, ka qenë një lloj testi. Ka qenë një lëvizje e mirë për mua, sado që edhe unë do dëshiroja që në këtë nominim të kishte nxjerrë Lornën prapë. E dua Lornën në çdo nominim.